Përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish me historinë e radhës, një histori që në fakt ne gjithmonë e shohim dashurinë si një mjaltë, kur flasim për këtë histori të dashurisë na elektrizohen të gjitha qelizat e trupit. Por jo çdo dashuri përfundon si mjaltë, jo çdo dashuri ka ditë të bukura. Jo çdo mashkull di të bëj të lumtur një femër, di t'i fal emocione një femrës, di ta mbaj atë në piedestalet më të larta. Dhe pikërisht historia që më ka mbërritur ditën e sotme në redaksi është e shkruar nga një femër. Do kisha dashur të përfshiheni të gjithë në historinë e saj, sepse ajo pret një përgjigje prej jush. Është në një hall të madh dhe e do ndihmën e të gjithë neve së bashku. Përshëndetje të gjithëve. Sot dua t'ju ndaj historinë time. Një histori që nisi si mjaltë, por sot duket sikur përfundon e hidhur. Unë isha vetëm 17 vjeçe kur e njoha të dashurin tim. Ishim shumë të rinj dhe si çdo lidhje e re, gjithçka dukej e bukur. Takimet e fshehta, emocionet e para, gjithçka më dukej tepër shumë e veçantë. E tregova lidhjen tek vllau im sepse e kisha frikë t'i tregoj Timeti. Gjithmonë kam qenë ashtu vajza që gjithmonë ka patur frikë nga babai. Vëllai e njihte djalin edhe më parë se sa unë të vazhdoja lidhjen. Dhe ndjenjat tona u bën më të forta çdo ditë. Ai më tha që është gati të më marrë për grua dhe do të më doj deri në fund të jetës së tij. Familja ime e pranoi, por vetëm nëna e tij ishte kundër kësaj marrëdhënie. Ai gjithmonë më thoshte, o ty të marr, o askënd tjetër. Dhe unë e besoja. Kaloi koha, u fejuam, por gjithmonë kishte tentime nga ana e vjerës për të na ndarë. Dashuria jone e madhe i mbiste të gjithë mundimet e saj. U martuam edhe krijuam familje. 2 vite më parë, ndodhi një ndarje brenda familjes së burrit dhe pas asaj ndarje, vjera më tha: tash e keni radhën ju. Por burri im ja ktheu, kur s'ke me mundur të më ndash nga vajza që unë e dua. Do me thënë, në familjen që është martuar kjo goca? I ka thënë vjera e vetë pas një ndarje, ke radhën ti të ndash. Si ju t'i thoni fëmijës tuaj, të ndash ti tani e ke radhën, imagjinoni ç'atë merri. Unë jam munduar shumë ta respektoj atë, edhe pse kam përjetuar shumë zullume, sidomos pas lindjes së fëmijëve. Kur unë mbeta e trash, ajo më bullizonte për peshën, por për mua ka qenë gjithmonë me rëndësi të isha unë mirë. Fëmija dhe burri edhe të ruaja respektin për familjen time, edhe të ti normalisht. Por me njëherë erdhi vera e këtij viti. Burim shkoi në Shqipëri për të punuar për familjen tonë dhe aty ai u dashurua me një kolegen e tij. Kur u kthye, nuk kishte më interes për mua dhe për djalin tonë. Unë ja fala çdo gabim, ja fala sepse e doja shumë. Por ai u fut edhe më thellë në rrugë tek të këqijat, bastore, por edhe barr, edhe drog. Ajo vajza e kishte bllokuar në çdo anë. Madje kishte thënë që me njerëz të tillë nuk ka punë. Unë përsëri ja fala për hir të djalit. Ja fala çdo gabim, edhe pse nuk e prisja kur prej tij që një ditë të ma bënte kështu. E pabesueshme është për mua, mendoj shpesh natën çfarë ndodhi mes nesh. Një njeri që duroi gjithçka, duronte nënën e tij të fliste për mua, duroja torturat shpirtërore. Sot kjo punë është bërë e madhe,
Ai nuk jeton më me ne. Ka shkuar në një vend krejtësisht tjetër. Unë i kam vënë një kusht, nëse do të kthehet tek unë dhe te djali, duhet të largohet nga rrugët e këqija dhe të fokusohet vetëm tek ne. Nuk dua më gënjeshtra. Dua një premtim që nuk do të na lërë më vetëm kurrë. Por problemi është se ai ndikohet shumë nga fjalët e të tjerëve. Vjera i ka thënë, ke mundësinë tani. Të njëjtën gjë i kanë thënë edhe një tjetër familjar i tij. Dhe unë mbeta mes dyshimeve edhe mes dhimbjes. Për vete unë s'kam frikën nga ndarja, po të ndodhte, por gjuna do ishte vetëm për djalin tim. Nuk dua ta lë të vetëm, por duhet të punoj dhe t'i krijoj mundësi që ai të rritet me kushte dhe të kuptoj vetë një ditë se kush e do dhe ku do të arrijë. Ai është vetëm 3 vjeç dhe prap unë e cek. Nuk jam për t'u ndarë sepse dua akoma atë njeri, edhe pse më ka shkatruar. Nuk dua që t'i shkatrohet jeta fëmijës tim, edhe pse babi i tij nuk dëshiron të ribashkohet. Unë mbeta këtu, me shpresën që ndoshta një ditë ai do kthehet, do zgjohet, do kuptoj se çfarë ka humbur në këtë jetë. Ky është rrëfimi im, një histori që nisi me shumë ëndra e premtime dhe sot është kthyer në një betejë për respekt, dashuri dhe dinjitet. Faleminderit shumë që më dëgjuat. Në fakt, këto janë fjalët e një gruaje shqiptare, një vajzës të re, e cila do me thënë është një kolaps mendimesh me sa unë e shoh, me pyetjen se çfarë unë të bëj. Tani, pasi më kërkove mendimin publikisht dhe mendimin e ndjekësve të mi, unë do t'jap mendimin tim. Për të dhënë mendimin unë duhet jem thellë historisë tënde, por me këtë që unë e dëgjova, do me thënë ke kaluar një betejë të madhe të mos pranimit tënd nga familja e bashkëshortit, një fenomen fatkeqësisht që ndodhen në familje shqiptare shpesh, por këtë e heqim anash se kur të do i zoti punës s'ke çdo të tjerët në këtë rast, por ndryshimet shpirtërore që ka patur burit, që është dashuruar në një gocë tjetër, emocionet, mendoj që e sjellin situatën që ti duhet marrësh një vendim për lumturinë e fëmijës tënd. Sepse në një mes që thyhet gota, nuk mendoj se ngjitet më, edhe po ngjitet ajo gotë do derdh përsëri ujë dhe fëmia përsëri do të mbetet i lënduar. E bukura është që familja të mos shkatrohet, por unë mendoj që ti je në kohën që të shohësh pak edhe veten, ti japësh pak forcë vetes, ti japësh mendime vetes dhe kur ti të jesh e qetë definitivisht me veten tënde, atëherë mund të shohësh zemrën e dikujt nëse re apo nuk re për ty.